30 persona arrestohen në Malishev, shumica PDK edhe Fatmir Limës. Kesh ka mendoj edhe pak me zga që kjo farri nëmrimi dënë me përgos krejt që kjo prokurori Prizrenit krejt PDK dënë me Shtinborg. Ku për i rëzik shumisht. A ma dhe këta shumë hojna mërbori që në kanë, e se shumë pas dita. Edhe plus vinë në shesin moral, e të në thonë na kena gjithë shka që është e mëshme, na e kena dënu hajnija, na jena konë të parë që e kena reague. Po, normal, te je konë i pari se te ke ditë se ke vjedh vetë, për që ata je konë i pari që ke reagu. Se hajnjine ke ditë kur u bo. Në tjerë te kena morë vesh, shumë vënë e kena morë vesh. Ajo e keni ditë, hala pa e nisë hajnia, ajo për dëkës e keni ditë që ka bëhet ato. Amo edhe për me ju knaqë mirë atin, që ta analistat, javë kanë rejqë punën, ju kanë një mund pasha një zëtë, me të madhe, ju kanë një mund. Vesh ngone këtë pandurin, shka thetë. Ngone. Ata realisht dhe që kanë hupe në statit të tonë. Pra halo janë politikanë aktiv. Edhe një opozit që synën me rritë vetën, ishtë do është me bloku postin e presidentit dhe me shkun zjedhe të reja. Nëse ko besim, ko udzim, edhe pri njerëzve dhe shkën tutje edhe thët ju. As vjusën, as këto tjetërin shkojnë zjedhe të reja. Shkojnë zjedhe pa diaspor. Sepse janë zjedhe komplet të korruptume. Me vitra, me diaspor, me mashtrime. Që tu deshta më nëllë, qka kanë mërë këta diaspora bre të krejtve. Qka kanë punë me diaspora në burë, po nas nuk i kena vjetë ta vetë bre 14 në ditë po arrestuar për hajni të Kosovës. 1-2 diaspora, e nin për dykën, diaspora na murë në qafë, e nin këto diaspora, po jo hojna, me në me thonë, o i koka, po ju e një të vjedhë, ju e një të bërgosë, sot në Malishev 14 të arrestumë, para 3 ditë në Prizren, 60, 70 edhe me autobus i boshin. Ju e një të bon hajnien. Jo, mërgata, sem nuk është ka bon, veç e ka kry detyrën e vetë, që o dosht me votu, e ka votu, po më sarëni se nasja kena bo 500.000 vota, naja kena bo një 70.000, 80.000 vota. Ma dhe ata mrena janë, edhe ata që për votojnë me shumicë. Ata 50%, naja kena bo në ashta mërgata, e kena bo një 2%. Me shku 52% që ka shku, ama 50% të popullit e kanë votu edhe në Kosovë Albinin. Amo kë njëre, kë farë o të boshe, o lure, 1-2 gjuhët me sha mërgatën. Së shka kanë këta me mërgatën nuk e di. Këta nuk po shinjen që e kanë këmbëzim. Qka e nga bime këto? Normalisht që kjo që ka ndohë me nejtë Hasonën dhe Fetah Pacharizin, kjo është me tragjike. Ku 2 kandidatë për 2 kësë dolin dhe vjedhin vota. Amo nuk mund këtë komplet partia me mojtë zi për Fetohën edhe na itin ato. E këta që s'kan vjedh. Jo, për 2 këja nuk mon zi për ata 2. Po problemet e për 2 këja, të lë 2 këja është që krejt janë hojnat njejt. Se na iti, se aj, janë që se hojna, për që ata s'po mund me thonë, se me kom vesh 2 hanuki, i këshin largu mëti, po problemi është që mrena ko shumë hojna, edhe po thamë 85% janë që se hojna, njejtit, për që ata nuk mund me thonë na itit ose atina tjetrit pse ke vjellë, se hojna, ata njifën me zveti. Edhe delna, poshtë atë për kush është nga i farë gazetari që po del shpesh nga për televizione, kështë thonë për 2 këja ka reagu e para për hajnien. Thashtë këshëre, këta të vjedhin natën, vjedhin ditën, bojnë gjithë shka edhe dalin prap, denojnë, takuzojnë, thojnë ti e hajnë, e denojmë hajnien, a vetë i vjedhin. Krejt vetë që to sa në i vjedhin,
Edhe qëto dallavere I bojnë vetë, edhe thuj na ka të parë që kena denu hajnien, parë zotin, jo të parë të kokikon. Po ti vetë ke vjedh shka ki me denu burë. Kuna, shka ki me thonë? Kuna ki me thonë dishka këm vjedh as këm vjedh. Tjetra është ngojta këta pevaqicat e këtyne farmiletit. Baboji Adriatik Kelmendit nxjerrët jashtë me sigurim nga zyra e gjykatës në Pej. Avokati 80 vjeçar Flamur Kelmendi është nxjerrë me sigurim nga zyra një gjyqtareje pas një përplasjeje verbale lidhur me kërkesën për informacione mbi një akt gjykim. Gjykata thotë se avokati ka hyrë pa ftesë, ka refuzuar të largohet dhe ka insistuar brenda zyrës. Në anën tjetër avokati mohon këtu dhe e quan sjelljen e gjyqtares arrogante dhe fyese për moshën e tij. Pas rastit kryetari I gjykatës ka urdhëruar mosa shtesë sigurie. Në kohën e Titës kë prokuror, ky njëjti. Në kohën e Miloshit kë prokuror. Në kohën e lirisë në Kosovë prap ky avokat. O të bashi atëherë, o të bash tash, edhe hen kur dën gjykatat Kosovës, del kur dën, edhe e mundohet me qitë gjykatësin ose gjykatësën prej gjyqit me shkelma, të menu që koha është e Miloshit hala, se kënë kryje ka atë bindjen që kur akon këtë bashkë, këtë babaj Adriatik Kelmendi që akon këtë bashkë, I ka prej, I ka vra, I ka sakatu njerës, I ka rej, I ka lënë pa gjëmtyr, menon që hala është koha, se e ka atë mentalitetin, hala është I fort kë. Edhe qohen do komandanta në thojza, me thonë komandanta, se gjënash me thonë, qohen edhe për çdo ditë isha ato në Klan Serbia, me sabat qohen, ato kishe pa japëm në intervist, a kënena I thojnë, Adriatik Kelmendit I thojnë djali o të bashit. A për çdo ditë shkojnë te djali o të bashit me dhonë intervist. Thash, atë që kjo bre, s'po moj ka njerë me dëru dësen, nuk mund është bre edhe pedin që është të bashkë edhe për çdo sabat si qelë në shtatë sabajt, ku ta qëtë kryt komandon të ato të djali o të bashit, të dhonë intervista. Ta ne po thëni pse po na shoni, po ju përshoni vetin e burë, s'po shoni na juve, na veç po ju thëmë shka një të bon. Quët sonë të tash këqërne, për pare më luri pas ka thonë që zban me votu Vjos Asmonin, quët për dëkëja në dëkëja, thëjnë marrin vendim nuk ban, se ka thonë ulluri, ka thonë ai Kelmendi, ka thonë Berat Buzhala zban, ta ma kryetar për mdolin që ta analistat, se shkat folin ta në aksham, për dëkëja në dëkëja I zbatojnë njësër në sabah. Nuk I di qëfar njerëz janë ta bu. Për bes ka njerë për thamë, qëfar partije të mjerona kanë ra që ka që pusht për dëkëja në dëkëja. Ati prej me tordë gjina, kanë pas bre do akademika, do njerës, tash kanë metë vesh do pevaqica, ku t'ishe gazetar, dënë kryetari gazetar, sekretaresha gazetare, ai gazetar, ai ketë që si pevaqica kanë metë, sin në dëkë, sin për dëkë, katë jamon, njejt që si loma. Kene ra shumë poshtë. Për sholla në herë mërë një përpjezën veç zarë, sot është Albini gjallë, Albini s'ka me në shumë për juve, që ato dinët sigur që Albini që në shumë për. Kë ju sa ka tënë, ju që më në tënë. Nëse për e përshëndes një herë edhe shijem të ne ma vëd në shta, kalon një bukur nërë.